Përshëndetje miqtë e emisionit tonë. Sot do të flasim për një sëmundje që lidhet kryesisht me skuqjen e syve, me kruarjet e tyre, me disa kripra që na formohen sidomos në mëngjes, kur çohemi dhe ato i gjejmë si kripra të ashpërsuara, të cilat kur i prekim me dorë na vrasin syt. Që të gjitha këto kanë një emërues, infeksioni i konjuktivës. Çfarë është konjuktiva? Është kjo cipa e bardhë që neve e shohim poshtë kapakëve të syrit, e cila mbështjell globin e syrit dhe shkon ngjit së bashku edhe me kapakët, i mbështjell edhe kapakët nga brenda. Por kjo konjuktivë, kjo cipë e bardhë, kur inflamohet nga ngacmues të ndryshëm, fillon që të çrregullojë qarkullimin e gjakut dhe ai gjak, si thuash, i derdhur nën këtë shtresën e brendshme të konjuktivës, na jep një skuqje të syve. Me kalimin e kohës, nëse ne do t'i kruajmë syt me dorë, pasi na duket sikur qetësojmë problematikën, ne vazhdojmë ta përkeqësojmë problemin. Pra, mbaj mend një gjë. Gjithmonë, nëse mund të harrini që të qetësoni irritimin e syrit duke e kruajtur me majën e veshit, atëherë bëjeni këtë veprim. Në të kundërt, mos i prekni syt me duar, për shkak se dashur pa dashur ne çojmë mikrobe të tjera dhe problemi veç do të përkeqësohet më shumë dhe jo të gjejmë atë rehatin tonë. Po cilët janë ato shkaktarë që ne me të vërtet na i shkaktojnë këtë skuqje të syve? Atëherë, sidomos në stinën e pranverës, ku në ajër lundrojnë polene të ndryshme nga zhveshja e sytheve të pemëve, kur pluhurat dhe grimcat që ngrihen nga rrotat e makinës fillojnë të lundrojnë në ajër, kur ngacmues të ndryshëm, qofshin këta edhe fizik, edhe kimik, tymrat, ndotura, grimca, pluhurash e kështu me radhë, na mblidhen, si të thuash, poshtë kapakëve të syrit dhe na japin atë parehatin, e ne dashur pa dashur i kruaj me duar, vazhdojmë që të ndihmojmë sëmundjen e inflamacionit, të infektojmë syt. Por jo në pak raste, ndodh kështu që ne prekim një mace, një qenë në lëkurën e sipërme të kurrizit ose nga barku, dhe pa dashur, pa i lar duart, ne fërkojmë syt. Edhe në këtë rast, neve ato mikrobet e ndryshme që mund të na flenë këtu në rrëzat e thonjve ose në të çarat e gishtave, ne dashur pa dashur i mbjellim ato në rrënjat e qerpikëve dhe me kalimin e kohës, këto bakteri aktivizohen dhe mund të na shkaktojë me të vërtet një irritim të syve dhe mandej do të shkojmë te ky inflamacioni i syve. Por të mos harrojmë edhe kur prekim lek të ndryshme, kartë monedha, që mund t'i ketë prekur diku para neve një njeri i cili ka patur myk në lëkurë dhe ne pa i lar duart, mund të kemi fërkuar syt për shembull, dikush ka hequr syzat dhe sikur ua ka bërë një syve kështu, e dashur pa dashur, sporet e mykut që kanë qenë tek ajo monedha, ne i kemi mbjellë, si thuash, i kemi vendosur aty pranë qerpikëve të syve. Me kalimin e kohës, ato fillojnë që të aktivizohen, të mbijnë dhe të na japin atë kërpudhën e re të mykut. Që të gjitha këto që ne përmendëm janë ndër shkaktarët kryesor që na japin atë skuqjen e syve ose alergjitë në sy. Çfarë mund të bëjmë? Së pari, të prekim syt vetëm nëse duart i kemi larë dhe pastruar mirë. Së dyti, sikur të ndodhim në një ambient qoftë edhe publik, në momenti që na irritojnë syt, së paku t'i shplaj me një ujë të ftohtë. Kjo do të bëjë që ajo histamin e prodhuar dhe e çliruar nga trupi në pjesën e sipërme të fytyrës të fillojë që të ulet, të qetësohet. Pra, ne si thuash kemi shuar atë zjarrin e ndezur dhe që më shkakton atë thellimin e mëtejshëm të alergjisë së syve. Po nëse do të jemi në shtëpi, atëherë, së pari, atë që është në majën e piramidës, qumshtin e mbretëreshës, polenet e këtij produkti hyjnë në qarkullimin e gjakut dhe bëjnë që sistemi jon imunitar të mos reagojë për keq karshi poleneve të ndryshme që mund të na vinë edhe në sy. Pra, është me të vërtet një
produkt që meriton të jetë në kulmin e piramidës atyre produkteve që na mbrojnë nga alergjitë. Së dyti, mund të përdorim vajin e farës së zezë. Edhe kjo është një antihistaminik i mrekullueshëm. Për fëmijët e vegjël, një gjysmë lugë çaj gjatë ditës. Për të rriturit, një lugë çaj në ditë ose një lugë e gjysmë për më të moshuarit. Kjo jo vetëm që rrit sistemin ton imunitar, por edhe qetëson ato alergjitë e ndryshme që mund të na ndodhin në trupin ton, veçanërisht edhe tek syt. Tjetër, le të themi, nëse kemi për shembull një bimë të aloe verës në një saksi, atëre këpusim një copë të vogël nga aloe vera, të gjethen në e lëm të lidhur për bimën, i heqim për shembull këto gjëmbat dhe marrim me këtë gjethen e çarë në mes, ne fillojmë që të lyejmë syt nga jashtë. Bëjmë 2 copa të vogla aloe vere dhe fillojmë të lyejmë kapakët e syve. Nuk do të na krijojë asnjë problem negativ, veç një qetësi dhe një rehati të syve. Pra, kjo si thuash, më çliron së pari. Atë qetësimin, qetëson atë IgE-n vazhdon që ta uli dhe njëkohësisht ato limfocitet tau dhe mastocitet fillon që t'i qetësoj që të mos më nxiti kruarjen e mëtejshme të syve. Ky është një ndër veprimet e para që mund të kryejmë. E dyta është që ne mund t'i shplajmë syt me pak ujë të ftohtë, ose nëse kemi edhe pak krip të pastër, mund ta bëjmë në formë një uji fiziologjik dhe kjo të përdoret pak për shplarjen e syve, gjithmonë me kapakët e mbyllur. Por, nëse kemi një problematik e cila përsëri do të na përsëritet, do të na rishfaqet, atëre 7 deri në 10 ditë veprojmë në këtë mënyrë. Marrim bimë që janë antihistaminike, siç është kamomili, çaj gjelbër dhe kokoçeli. Hedhim në një gjysmë litër ujë deri në 700 ml ujë, afërsisht një lugë gjelle nga kamomili, një lugë gjelle nga çaji gjelbër dhe një lugë gjelle nga kokoçeli. Përgatitet çaj, siç e kam përgatitur unë afërsisht tek kjo gota, thjesht një gotë me çaj kamomili. E marrim çajin, e lejmë afërsisht të vloj 2-3 minuta dhe mandej kullojmë, heqim të gjitha bimët dhe kam çajin e pastër, praktikisht siç e kam unë këtu te gota e çajit. Zhytim në këtë gotë çaj një nap të bardhë. E lagim me çaj, e shtrydhim pak, që të mos na akullojë ai çaji në fytyrë dhe këtë nap e marrim e vendosim kështu siç është tek syt. Vendosja e napës tek syt më përmirëson shumë mirë qarkullimin e gjakut, qetëson ul ato mastocitet që të mos të më çlirojnë histamin dhe bën që të dalin jashtë konjuktivës ato grimca pluhuri që pa dashur kanë hyrë gjatë ditës në sy. Pra, këtë unë e mbaj, këtë napën e mbaj 2 minuta mbi sy, i mbuloj të dy syt, e zhytim përsëri në çajin ton, e shtrydhim pak dhe përsëri napën e vendosim tek syt. Përsëritim këtë veprim 5 deri në 6 herë nga 2-3 minuta. Shkurtimisht kemi qetësuar si thua syt me 10-12 minuta duke ju mbajtur mbi vete një çaj që është anti-inflamator dhe antihistaminik. Ndërkohë që neve mbajmë napën tek syt të vendosur, bëjmë këtë veprim, hapim dhe mbyllim kapakët e syve nga pak, që pak nga ky lëngu që ndodhet në napën e pastër të na shkojë dhe të na futet brenda konjuktivës dhe të më bëjë si thuash një shplarje të saj. Mbasi kemi mbaruar kompresat në sy për 10 deri në 12 minuta. Presim që çaji kamomilit që ne kemi vendosur mbi sy të thahet. Pasi thahet çaji kamomilit, marrim një thelb hudhër, e qërojmë thelbin e hudhrës dhe e presim në mes. Pasi e kemi prerë në mes këtë, vazhdojmë ta prishim pak strukturën e hudhrës dhe ndërkohë e marrim e vendosim drejt për së drejti mbi sy. Kjo që unë përmend që ta vrasim pak, ta shtrydhim pak hudhrën, ka shumë rëndësi, pasi përbërësit fitokimik të
te thelbi i hudhës janë të shtresëzuar dhe ne na duhet që t'i bëjmë bashkë ato, t'i përzijejmë. Ndërkohë që zhvillohet ky reakcion kimik, atëherë fuqizohet veprimtaria e hudhrës. Marrim këtë hudhër dhe e kalojmë në mënyrë rrethore me kapakët e mbyllur mbi sy kështu. E përsërisim këtë afërsisht 2-3 herë. E kalojmë pra tek të dy syt. E përsërisim këtë veprim pa frikë fare. Do të vëmë re që brenda 5 minutave sytë tanë do të shohin shumë pastër dhe do të jenë qetësuar plotësisht. Ky është për sa i përket trajtimi nga jashtë i reakcionit alergjik në sy ose thjesht i alergjive tek syt. Po gjatë ditës çfarë mund të bëjmë? Ne duhet të tregojmë kujdes që nervat e të parit të jenë të qeta dhe të çliruara nga ajo mbingarkesë që ishte krijuar më parë. Po si praktikisht? Atëherë, ose do të pim 1 ose 2 gota çaj me boronicë të zezë gjatë ditës, pasi më përmirëson qarkullimin e gjakut edhe në kapilarët më të vegjël të retinës së syrit, që këtë gjë mundëson boronica dhe ndoshta ndonjë produkt tjetër i rrallë, ose një lugë gjelle me ose një gotë çaj aronja. Pra, ose i shplaj frutat një lugë gjelle dhe i ham, i konsumojmë si fruta, ose i zjejmë si çaj, pim atë gotën e çajit dhe përsëri frutat i konsumojmë. Këto që të dyja do të më ndihmojnë më së miri në qartësimin dhe në përmirësimin e shikimit. Ndërsa shafrani i kuq përdoret, e theksojmë i kuq pasi kemi edhe shafrani e egër të malit, i cili këto pistilet i ka afërsisht të skuqura vetëm në maj, ndërsa pjesa tjetër e shafranit të egër të malit, që edhe ky është me të vërtetë i mrekullueshëm, e ka si të verdhë. Nga këto pistilet, fëmijëve të vegjël mund t'u japim 3-4 deri në 5 pistile në ditë, fëmijëve të rritur deri në 10, dhe të rriturit mund të konsumojnë deri në 20 fije pistili shafrani të kuq, të cilat mundet që t'i hedhim në kos ose në gjell. Atëherë, 5 të tila për fëmijët e vegjël, 10 për 10-12 vjeçarët dhe afërsisht 20 fije për të rriturit. Kjo ndihmon më së miri qartësimin e shikimit. Çfarë do të vëmë re në mëngjes? Kur jemi të posaçgjuar nga gjumi, këtu nevet në pjesën e bashkimit të dy kapakëve afër hundës, mundet që të na jenë formuar disa si kripra, të cilat po t'i fërkojmë me dorë, ato sikur na e vrasin mollzën e gishtit. Këto janë papastërtitë që syri i ka larguar nga konjuktiva gjatë natës dhe njëkohësisht loti tek syt është përmirësuar më së miri. Këtë veprim mund ta bëjnë edhe të gjithë ata që kanë tharje të lotit të syve, ose nga njëherë edhe blokim të kanalit të lotit. Nëse këtë veprim e përsërisim afërsisht 10-12 ditë, do të kemi me të vërtet sy të prehtë në lexim dhe gjithçka do të jetë qetësuar plotësisht. Tjetër, mund të përdorim moringa oleifera, edhe fëmijëve, edhe të rriturve mund t'u ashtojmë në kosin e mëngjesit, mund t'u hedhim në gjell, qoftë edhe në formën e një pluhuri si një piper i zi në gjell. Jo vetëm që është i pasur në kripra minerale dhe në vitamina, por moringa oleifera është një antihistaminik i mrekullueshëm. Mund të përdoret nga 1 deri në 3 gram nga çdo individ, pra 1 gram për fëmijët e vegjël deri në 3 gram për të rriturit. Spirulina jeshile ose e gjelbër, e cila është një produkt i nxjerrë nga deti. Edhe kjo është një antihistaminik i mrekullueshëm dhe na bën të mundur që të rrisi rezistencën e organizmit dhe organizmi jon të kundërpërgjigjet karshi këtyre ngacmuesve në një mënyrë krejtësisht natyrale, pa u sforcuar dhe pa irrituar vetveten. Një tjetër qetësues për syt është maska faciale ose maska e fytyrës. Kjo maskë, e cila përmban këtë gjelin e aloe verës që unë e përmenda, mund të vendoset shumë mirë këtu te pjesa e fytyrës, duke mbuluar edhe syt edhe një pjesë të fytyrës. Dhe kjo
Lihet afërsisht 10-12 minuta. Ushqen dhe qetëson irritimet në lëkurë dhe veçanërisht tek pjesa e syve. Të mos harrojmë, qoftë edhe një çaj kamomili i thjesht, na qetëson irritimin dhe alergjitë tek syt. Qoftë edhe ky çaj që unë e përmenda, kë të doni nga këto produkte që ta keni në familjen tuaj, e shfrytëzojmë më së miri, pra çajin dhe hudhrën për të qetësuar alergjitë tek syt. Të nderuar ndjekës, më dëgjoni me shumë kujdes. Para çdo gjëje tjetër, çdo dije tjetër, njeriu duhet të di për shëndetin e tij. Nëse armatosemi mirë me njohuri për shëndetin, do të kemi një jetë gjatësi dhe një jetë të shëndetshme. Dhe shfrytëzojeni kanalin ton si një burim të vogël drite për të marrë informacione shumë të vlefshme për shëndetin dhe për jetë gjatësinë. Ne do të mundësojmë që t'ju rikthejmë edhe një herë atë shëndet që buron nga natyra në ekranin ton. Mirupafshim.